YouTube sa, por sidomos që jeni shikues të A1 Report, sigurisht që nuk e keni mendjen te unë juve, por ju a kujtoj vete para unë që këtë veshje në programin tim Da Sara e kam veshur dhe herë tjetër, po unë nuk jam showgirl, unë një gazetare thjesht jam edhe nuk e vras edhe fort mendjen për veshjen. Aq më tepër që veshjen do ta ndërroj sapo të futem këtu brenda. E dëgjoni ndonjë çik muzikën, është muzikë indiane dhe për gjithë ata që nuk e din, në Shqipëri me tendencën e re, ndoshta edhe të telenovelave, nuk e di që kanë filluar këto indianet të transmetohen, ka dhe një shkollë ku mund të mësoni të kërceni ato ritmet indiane, por për më shumë janë ata njerëzit aty brenda, ata profesionistët që do na e shpjegojnë. Hajdeni me mua. Kjo është Adela, Adela është zonja e gjithë kësaj gjës këtu, ja duke më veshur mua me sari. Sari është veshje tradicionale indiane, që vishet kryesisht në festa, por edhe në jetën e përditshme në Indi. Është pak e vështirë të vishet, do vendoset edhe pika në bat. Pika kuqe? Ti je beqare? Si jam martuar akoma po atë, afer jam. Nuk je martuar, sepse ka domethënien e vet edhe pika e vendosur në ball. Normal. Për shembull, pika që vendoset në mes të ballit, domethënë ndërmjet dy vetullave, është pika e cila vendoset femrave që janë beqare, të pamartuara. Në Indi nuk ekziston bashkëjetesa dhe i dashur. Po, domethënë kur je beqare, si ishte ajo pika dhe njerë? Pika e kuqe që vendoset mes vetullave është për beqaret, ndërsa për ato të martuarat është ajo që vendoset mes flokëve. Ajo që vjen këtu sipër, po. Mirë, beqare jam. Beqare jam, mirë, kemi hyrë brenda në sallën e kërcimit, këtu bëjmë kërcime indiane, kërcime të cilat në fakt janë të veçanta, por pas kanë kohë. Pas kanë kohë tendenca e kërcimeve indiane në Shqipëri, të paktën Adela sa ke që e ke këtë grup. Është gati një vit, është mos me datë 18 tetor në bën një vjet. Një vjet. Të veshje. Unë mendova kur erdha këtu se ka filluar kjo tendenca tani në fakt, por më thej që ke qenë e ftuar në shumë programe televizive dhe se është një gjë që ke kohë tashmë që e bën. Kemi kohë që merrem me kërcimet indiane. Një vit është viti zyrtar që unë jam marrë me këto telenovelat, e kupton edhe kam filluar dhe të ndiqen. Si për fëmijë dhe të rritur, ndiqen nga të dyja dhe është një plus për neve, duke ardhur te grupi jon, duke qenë se është i vetmi në Shqipëri, gjithë interesohen për kërcimet tona, madje tek një telenovel që po jepet aktualisht, një ndër kërcimet tona është interpretuar aty dhe direkte komentet në Facebook kanë qenë të tipit aty e keni marrë të koreografinë. Po mi çon si ka, nuk merrni juve realisht nga interneti, nuk ose vërtet referohemi YouTube-it, referohemi kërcimeve indiane, është kërcimet e Bollywoodit, sepse ka disa lloj kërcimesh indiane, ne referohemi vetëm Bollywoodit, merren dhe huazohen. Normalisht kopjes nuk merren. Po ne i pam një çik akoma si ishin veshur këto vajzat edhe djemt të kërcimit, që kërcenin shumë bukur, sa ka që kërcejnë, tash këtë pak vetën në pasqyrën si u bëra. Një
Varet nga kërcimet. Kërcimi I fundit ka 1 javë që është bërë, ndërsa kërcimet e tjera kanë kohë. Dhe bësh të tjenë koreografi me Kam bëjtë një koreografi, pse jo, aq më tepër që kam dëshirë që të bëjmë koreografin me veshje tani të grupit dhe pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër të programi. Goca tani më ndihmojnë mua. Hajde bëjmë një lëvizje një herë, se unë bëja foskot këtu. Quhet domethënë. Me që jam beqaresh, ë? Me që I beqaresh dhe vendosim në mes të pika. Si indiane doli edhe flokët fikse. Pse flokët si bajnë indianet, kështu? Jo, si kolor flokët është shumë I preferuar në Indi. Me sa kam parë edhe unë nga fotot, videot e këtyra gjëra. Gjyra e kuqe, domethënë. Po kërcetse popullore të shqiptarëve. Unë kam rreth 5 vjet që bëj kurs të kërcimit latin, pra salsa, merengue, cha-cha-cha. Tani që po dëgjoj këto ritme të indiane, tani po më ngacmohet shumë ai nervi që të kërcim. Fabi edhe këtu. Fabi është koreografi. Fabi është ai që I mëson djemtë dhe vajzat të tundin. Ta tundin. Ma vodhe batutën të bashme. Shpatullat, kokën, çdo gjë të mund. Shumë mirë. Unë mësuar ti Fabi që pastaj të mësosh shqiptarët. Atëherë unë kam bërë një kurs gati për 1 vit në Gjermani dhe pastaj kam studiu YouTube, po thuj se gjithë traditat indiane. Në Gjermani the? Në Gjermani. Domethënë në Gjermani ka kështu kurse të kërcimit indian. Anglia ma rekordin për më shumë indian, pastaj vetë indian. Unë po them, për shembull, ka gjerman ose të huaj të racave të tjera që kërcimin indian e preferojnë si kërcimin indian. Plot, jashtë mas. Plot, ë? Po përderisa e duan shqiptarët, nëpër botë tani këtu dua të ndaloj unë Adela që ti ke marrë këtë iniciativën. Edhe sa e sigurt ishe në fillim kur e morën këtë iniciativë që do funksiononte. Fillimi shumë I vështirë, si çdo lloj pune. Thash pse jo ta provojmë. Ishte formë eksperimenti. Mblodha Fabin, mblodhëm grupin, bëm 2-3 koreografi të parat dhe doli goxha I suksesshëm. Mbrëmja parë është bërë në një klub, ku unë isha menaxhere. Ishte test. Po test realizoi që ditën e parë super sukses, vëm pas vazhdoi dhe kemi arritur këtu. Kemi marrë suksesin se unë si Adela kemi qenë që bëshim aktivitetet shkollore. Kemi qenë shok për vitesh. Dhe një kërcimi indian që unë e morë iniciativën që në shkollë, moj që më parë me kërcimi indian. Ishte ky kërcimi që ti po Fakt ishte I mrekullueshëm. Tani ato vajzat aty janë bërë gati, kështu që shikojmë një kërcim si është shumë e veshje me po ke të drejtë Fabi. S'kam veshur pantallonat akoma. Ik Fabi po gati, ne ndërkohë po bëjmë një foto, goca na e merrnin çik atë celularin të bëjmë një fotografi ndërkohë. Sidomos të bëjmë ja 2-3 se jo, selfie nuk bëjmë dot që të dukemi plotësisht. Selfie në bëm, tash unë bua të kërcej. Hajde vazhdojmë me çike çamelin ta kërcej të Sara. Vazhdojmë me gocat. Adela, çfarë më thoshe për këtë kërcimin? Atëherë ky është kërcimi I parë që neve bëjmë për hapjen e eventeve, sikurse mund të shohim dhe lëvizjet e vajzave dhe djemve më pas, është kërcimi I mirëseardhjes. Fillon me ritme të lehta dhe më pas vazhdon me më tepër ritëm, më tepër fuqinë në kërcim. Ai kuptoj. Adela, në qoftë se unë ndorroj mendjen, nuk më pëlqen më muzika latine dhe dua të vi këtu dhe të kërcej muzikë indiane. Më shpjego pak si funksionon. Atëherë ne këtë së fundmi kemi hapur dhe kushtet e kërcimit indian, që vijnë këtu kursantë duke filluar nga fëmijët dhe të rriturit, kemi grupe të ndryshme, bëhet regjistrimit të këmbë, pasi unë jam personi përgjegjës për çka çfarë I përket përveç se koreografive, çdo gjë tjetër mbullohet nga unë.
Kështu që një vizitim me mua dhe vjen kurs. Shumë mirë, kjo është shumë e mirë, por cilat janë pagat edhe cilat janë oraret? Si funksionon? Oraret kryesisht janë në fundjavë. Zëmë se atje ka njerëz që po na ndjeken nga telekamera dhe duan të dinë se si funksionon, sepse janë të interesuar të vinë këtu. Atëherë funksionon në fundjavë kryesisht, shtunën dhe dielën, duke qenë se edhe kërkesat e njerëzve kanë qenë për të shtunën dhe të dielën. Disa javës janë në punë, në shkollë, disa shkolla janë paradite, disa masdite, dhe i kemi përshtatur, domethënë në shtunën e diela me njerëz gjithë ditën punë. Disa ditë të javës ne i përdorim për prova për veten tonë duke shtuar kërcime të reja. Po se çdo një muaj bën një kërcim të ri, kështu që na duhen prova për ditë. Edhe vetë balerinëve ju duhet. Atëherë lajmi është ky, pra ky është një grup që kërcen muzikë indiane prej kohësh, domethënë kërcen kërcimet në fakt, se nuk kërcen muzikë indiane, po bëjnë koreografi indiane. Por tani po thua që ke hapur dhe kurse për çdo që dëshiron që të Një javë kanë qenë hapur kurset, kjo është java e dytë që jemi tashmë. Dhe kush dëshiron që të mësoj kërcimet indiane, është mirëpritur. A mendon se do ketë interes dhe a ka pasur Adela? Interesi për grupe kërcimi dhe për kurse kërcimi ka qenë që momentet e para që është hapur Facebook-u. Asaj kohën e nuk e ofroni, sepse donim ekskluzivitetin vetëm për vete. Jam pak egoiste nga kjo pjesa. Në këto momente vazhdojnë kurse, kemi filluar regjistrimet dhe interesi ka qenë shumë i madh nga vajzat, sidomos për të djemë nuk ka pasur. Sikur se shihet, kërcimi janë vajza dhe djemë. Ka shumë ambiente që na kërkojnë për të kërcyer, por duan vetëm vajzat me atë idenë se si mund të kërcehet një kërcim indian me çuna se ngatrojnë me belly dance. Pikërisht. Prandaj unë do doja që ne të përfitonim nga telekamera e programit tim dhe të më thuash pse djemtë shqiptar duhet të vinë dhe të kërcejnë muzikë indiane, sipas teje? Sipas meje, mendoj e para është për të argëtuar, për të mësuar një rrymë të re kërcimi, një zhanër të ri që po bëhet trend i momentit. Rënja nga pesha që djemë tanë ka fillu ta kenë shumë problem. Mos më fol për ato barterrat. Po ju vetëm djemë, por edhe vajzat gjithashtu dhe këto janë disa arsye. Plus që ne organizojmë edhe mbrëmje her pas here në klabe të ndryshme, brenda apo jashtë Tiranës, nuk ka qenë ndonjëherë kur që ne jemi vetëm brenda Tiranës. Dhe në ato ambiente ne kemi një kërcim, i cili quhet Om Champion, ku kërcejnë të gjithë, ftojnë klientët ose në një sallë dasme po themi, pasi e kemi shtrirë edhe më tej aktivitetin tonë në festa familjare. Pse ka kërkesa? Jashtëzakonisht shumë. Po shiko, mos ndoshta tani më shumë që kanë filluar këto telenovelat indiane dhe vdesin e shqiptarët që për telenovela. Të them të drejtën, ka pasur paksa luhatje, domethënë njerëzit kanë filluar të interesohen më shumë, por që nuk është se kanë vërë në ndryshim shumë të madh. Jo. Po ti ndjek ato telenovelat indiane që kanë filluar? Ndjek edhe unë. Unë në fakt jo, po kam parasysh ato filmat indian që i përket një brezi paratonit, shkapuri etj. Dhe kam parasysh se sa të dashur kanë qenë dhe se sa shumë indianët i përkushtohen në tematikat e tyre dashurisë. Dashurisë, dashurisë. Unë pse ndodh kjo Adela? Se atje vetëm duhet beqar dhe duhet martohen njerëzit, nuk ka dashuri kështu. Për shembull, edhe te ky film i fundit që po jepet aktualisht, është temë dashuria dhe mënyra se si martohen. Vajzës ja gjen kanë një shkues, po themi, blisëri, ja gjen dikush një familje me tjetrën edhe kështu bën dy familje bashkë. Por në filmat indian trajtohet jo vetëm tema e dashurisë së partnerit, por edhe dashuria për familjen, janë në raste të ndryshme. Ato dashurit për familjen që kemi filluar ne shqiptarët i harrojmë pak, se jemi bërë shumë egoist. Vetëm për veten tonë edhe për punën tonë, pikërisht. Mirë, unë jam kurioze tani Adela, bashkë besoj që përfunduam dhe të falenderoj shumë për disponibilitetin tënd, se unë erdha këtu te kjo shkolla jote dhe bëra çmëtë shqefi, ky kursi jota, grupi jota. Edhe fillova të kërcesh me grupe? Jo, po dhe pash që do të thënë dy lëvizje të thjeshta i kava, pastaj fillova lash kokrën e namit kur filloi dhe u komplikua, fillova të lënë që kokrën e namit, po s'ka gjë, e bukur e jetës kjo është, nuk kemi të gjithë zotët që t'i bëjmë të gjitha. Do që mësohet avash. Edhe plus që duhet shumë punë për të mësuar. Duhet normalisht. Adel, faleminderit, dua të pyes një çik të rinj tani që kërcejnë muzikë indiane dhe kaq mirë dhe me kaq pasion. Por si ju erdhi këtyre që kërcejnë muzikë indiane? Por rastësisht t'ia gjetur elementet e tjerë, se kërcimet indiane u fitua çmimi i parë në festin e fundit që organizua. Ashtu, u bë një shkëputje gati 3 vjeçare, pas ishte një eksperimentimi në klabi që doli shumë i suksesshëm, sikurse ishte eksperimentim edhe në dasma që doli akoma dhe më i suksesshëm, dhe tani është bërë trend për dasmat, ato që duan dasma moderne,
Kjo është modernia e momentit. Ashtu, kjo është tendenca e momentit, pas pinguinit besoj. Se është dhe pinguini. Po besoj që ky grupi këtu me gjithë to kërcimet bukura që bën, pinguinin sa llogarit fare, po kështu. Po pinguini bëhet me pjesëtarët e familjes që organizojnë vetë marrin dhe atë veshën e pinguinit, ndërsa këta janë special në atë dasë, që mund bëjnë hapjen e dasës. Ne kushtojnë me se ku i dihet me këto amun. Fantastar. Po sa e poshtë, ne duhet po sportoj vetëm maratonet të tjerë, duhet ta dëgjoj. Të tjerët mund na ndjekin në Facebook, çdo gjë. Tash shoh pakesa për Tiranën, për rrethet, ne kemi shkuar për dasëm edhe në Saran. Po e kuptoj edhe faktikisht rruga sigurisht. Është rruga akomodimi shumë gjëra e vërtetë. Adel, faleminderit shumë, ika tani të pres çik, të dy binjake janë, çao. Jo, jam binjake. Po jo të dyja? Si ju erdhi mi vajza? Dëshira, pasioni, vullneti i madh që neve kemi për kërcimin, arritëm në përfundim që ne të krijonim një grup edhe të shkëlqinim. Normal, pastaj ishte edhe pasioni jon, dëshira jon që të vegjë jemi marrë me kërcime në Se ju jeni balerina apo se? Jo, është thjesht talenti jon. Çka kemi pasur ne qef. Do të thënë ju e keni nisur me kërcimin indian, të kërceni muzikë indiane. Po. Ku dini të juve kur e nisët, si erdhi? Të po them si erdhi. Filmat Po? bëjnë të veten. Shiko, Sa më keni shumë parë filma filma? indiana? Sa vjeç jeti? Unë 17. 17, po ku ka pas filma indian? Po filmi i parë Raç Kapuri. Çka buri tani? Se mbaj mendun jo. Është shumë i vjetër. Ka shumë filma indian. I ndjek brezi juaj këto filma? Unë sidomos po. Ashtu, Të them të drejtën për të tjerët nuk flas dot sepse Sa u bë që kërcenit? rreth një vit. Rreth një vit, a? Po, jemi njohur në shkollë domethënë me njëri tjetrin. Dhe merrni edhe pjesë në aktivitete të ndryshme, a? Shumë aktivitete. Po mirë, ju tashmë u bët një vit, mund të jepni ndoshta edhe në leksion në gjë, apo keni akoma për të mësuar? Them drejtën, edhe ne vetë normal s'jemi shumë perfekcion, po gjithsesi vazhdojmë edhe me kurse, normal, mund të mësojmë dhe tjerët, pse jo? Është diçka domethënë e re, diçka që të gjithë është shumë gjë e bukur ta mësojnë. Bravo jo qoftë, suksese. Shumë faleminderit. Vullneti me vullnet arrihet çdo gjë. Morët vesh, edhe është 16 vjeç kjo, ju pini kafe jo. Janë edhe këta dy të tjerët që janë më të rinj akoma, se me zor se mi ishit atje për jashtë, më ishit, do t'ju bëj të vdekur që më rejat. Ne të duam shumë, nuk është se po e bënim kastile këta. Të më kishin dalë për jashtë, më kishin ikur nga qarkullimi këtu. Si keni emrat njerë? Atëherë unë quhem Ermelinda. Dhe ti quhesh? Fati shkurt. Fati. Fati, Po- Rifat Gjan. Rifat. Këtë kam vënë emrin e gjyshit në një gjë, pra. Mirë. S'ka gjë, ta gëzosh shumë bukur, tashin tregoni pak se ju më thanë që jeni të rinj fare në grup, ë? Të rinj, po, do me thënë përsa i përket grupit, se me vajzat unë kam të njëjtën moshë. Atëherë Po, flas për grupin. kontakti im i parë me grupit ka qenë Sa e 17 apo 16? 17. Ka qenë shumë i rastësishëm, madje do thoja më i bukuri, sepse unë kam qenë moderatore një emisioni dhe i kam pas pikërisht ftuar koreografi. Kur ishe moderatore në si e vogël, je 17 vjeç, ku punoje? Ku? Duhet ta them? Po si jo? Okej, të Planet Televizion. Okej, mirë. Çfarë bëja ti ke planeti? Prezantuese, kisha emisionin time dhe në fakt më ra kontakti për t'i ftuar në studio dhe unë pata shumë dëshirë, sepse normalisht është një kulturë e re që duhet të përkrahet nga gjithë, edhe është shumë e bukur. Kisha të ftuar koreografin, ua kisha premtuar patjetër që do shkoja në prova, t'i shikoja ose edhe në një performancë live të tyre, po ja që ndodhi që u bëra pjesë e grupit. Duket se kështu do e ha edhe unë. Se erdha këtu dhe sa hyra brenda. Po ti djali? Unë në fakt Fati. Fati, po. Unë në fakt kam qenë me kurse në fillim që i vogël, e marrë me shumë lloj kërcime si po breakdance. A ty në përgjithësi të pëlqen në kërcimi, po. Po, pastaj pash do më thënë që unë isha dhe një i lagje si kombinatit këtu, edhe pash do më thënë që ishte hapur një grup Indian Spirit, edhe thash të bëhem dhe unë një indian i vërtet. Pse të pëlqen kjo tendenca indiane ty? Se nuk është kaq në modë është? Po, Është në modë? po në mod, më thënë. Ose mos ta duam ta sillim dhe në modë. Pse jo? Duan ta sillin dhe ne. Ti dukesh ti se qënke ti i brisk nga goja, dukesh që tash do kërcesh muzikë indiane apo ke ndërmend të punosh në televizion? Çfarë do bësh? Unë i kam të dyja ëndër, në rast se do më jepi mundësia ti koordinoj të dyja, i bëj të dyja. Imagjinoni pak se kishë emrin e njëjti? Ermelinda. Ermelinda që thot përshëndetje të nderuar teleshikues, edhe bën kështu, ha? Na bëj. Po je një herë, përfiton nga kamera ime dhe bëj sikur je duke prezantuar emision. Ha. Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në Dasara Show, edhe Dasara si shumë mirë që është, po më jep mundësinë që të bëj rolin e moderatores. Me Ti që e njëri kishe me bërë- vajzat edhe me djemtë e grupit të kërcimeve indiane, Me që e ndër këto kishe- jam dhe unë. Me që e kishe bërë dhe herë tjetër, mi prandaj faleminderit për bluzën, se bluza jote
emocionante kjo. Asgjë tjetër. Po është ky sa shkruan Gangnam Style, por ne nuk do t'i themi njeriut sigurisht. Jo, sigurisht vetëm juve që ndiqni. Mirë. Gjithçka Tani vendoj. i thoni pak me që jeni të rinj me këtë pasionin për muzikën indiane. I thoni pak të gjithë atyre që janë duke ju ndjekur, të gjithë atyre që kanë moshën tuaj ose janë dhe pak më të rritur, edhe që e çojnë kohën kot nëpër kafe. Çfarë duhet bëjnë ata? Mos i çoni kohën kot nëpër kafe. Vazhdo ti, vazhdo. Po e le fatin, jo, unë tani u Jo, mërzita vazhdo, dhe... vazhdo. Okej. Ti më knaqe, U them që t'i heqin, t'i bëjnë një kryq të madh atyre kafeneve, sepse shumë mirë të gjitha ato parat që i shpenzojnë aty, mund t'i kursejnë edhe të zhvillojnë dhe kurse, siç është ky i grupit tonë. Mirë. Po kur i lë i dashuri ose e dashura edhe mërziten ato, çfarë duhet bëjnë? Se s'ju bëhet vinë këtu të pin kafe. Unë gjejnë dashurinë e vërtet. Gjejnë dashurinë e vërtet. Mirë. Megjithatë, ti shpjegoj pak të gjithë atyre që janë duke na ndjekur, lëre kamerën se na vjen vërdall vet. Ta le të rrotullohet si doj kamera. Ti më thuaj pak me qenë se të pëlqeu kaq shumë muzika indiane. Pse duhet i pëlqej të gjithë atyre që po na ndjekin, që kanë moshën tënde dhe të vinë dhe të regjistrohen për shembull këtu? Ti lenë do me thënë që dalin rrugëve, mos pin kafe, mos Vinë vërdall kot. vërdall kot, ose të rinë shtëpi shikojnë televizor. Mos e tamam internet si që është bërë një smundje tashmë. sepse trupi nuk ashtu nuk është i lëvizshëm, e kupton. Edhe kur vjen këtu domethënë i them që të vinë të kërcejnë, të ndihen sa më të rehatshëm, të ndihen sa më shpirtërisht, domethënë të kënaqur, të jenë shumë të mirë domethënë që mësojnë kërcime indiane, domethënë se shkojnë filma aty thonë, "Ua sa bukur kërcejnë." Këtej domethënë kur vjen këtej domethënë që ta shikojnë veten e tyre sa Ta më dinë që tash- kanë mundësi ta kërcejnë vetë, jo vetëm Që tjetër, asnjë lëvizje nuk është e komplikuar, domethënë ka dhe lëvizje të vështira, po që të po që gjitha si kërcimi zbërthehen, indian është- zbërthehen edhe janë lëvizje shumë të bukura. Jo, nuk janë vetëm siç mund t'i perceptojnë gjithë njerëzit vetëm lëvizjet e beleve, ka edhe lëvizje të tjera, koreografi. Bën që ndërkohë që është duke folur dhe kërcen, Po kërcej. Edhe ka dhe lëvizje të tjera që janë koreografi sigurisht, edhe po janë shumë thjeshta. Domethënë mund të kapen nga të gjithë, edhe nëse duan edhe sforcohen edhe përpiqen edhe vinë edhe kënaqen. Dhe që mua po më vjen keq ta heq këtë sarin. Jo, është super. Jo, nuk është çështje e mirë, okay, faleminderit për komplimentin, se je edhe 17 vjeç, kështu që komplimenti ka vlerë dhe më të madhe për mua kur ma bën një 17 vjeçar, por çështja nuk ishte kjo, ishte që jo, po më pëlqen në përgjithësi ndjesia, të bën të ndjesh shumë femër, edhe tani e kuptoj pse ato indianet na duken shumë të bukura, jo se ne si jemi, po ato i bë kasari që duken ashtu. Mirë, bëj shaka. Faleminderit gjithëve që na ndoqët dhe sigurisht që programi i radhës, pra Da Sara në një report dhe në YouTube, patjetër se pa YouTube-in vdesun, do të vi me surpriza të tjera gjithmonë dhe më të këndshme për këtë sezon. Puthini një çik dhe ju ata. Faleminderit shumë. Hajde një çik të gjithë i puthim ata që po rrini aty për jashtë, të gjithë ata që ma bën mua këtë emisionin sot. Hajdeni këtu, hajdeni këtu, po Adela ku vajti? S'ka gjë. Miru pafshim dhe faleminderit që na ndoqën. Ciao.